Abdurrahman ibn Aufi, Allahu të bekoft, e të begatoft në atë çka solle, dhe Allahu të bekoft, e të begatoft në atë çka ndale për familjen tënde. Nga duaja e pejgamberit alayhis salam për të. Ky është njëri prej 8 të parëve që përqafuan fenë islame, njëri prej të 10-ve të përgëzuar me xhennet, njëri prej 6 sahabëve që morën pjesë në konsultim në ditën e zgjedhjes së halifes së muslimanëve pas vdekjes vrasjes së Omerit radiallahu anhu, njëri prej atyre që i jepnin fetva në Medinë dhe i dërguari i Allahut ende i gjallë në mesin e muslimanëve. Para shpalljes në kohën e ignorancës, quhej Abde Amrin, e pasi e përqafoi fenë islame, pejgamberi alayhis salam e quajti Abdurrahman. Ky pra është Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Fenë islame e pranoi vetëm 2 ditë pas Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe pak para se të hyjë i dërguari i Allahut xheleshanuhu në shtëpinë e Erkamit. I përjetoi mundimet edhe torturat më të mëdha, vetëm për hir të fjalës së Allahut, ashtu siç i përjetuan edhe muslimanët e parë, por ishte i qëndrueshëm, duroi edhe nuk u ligështua, sepse ishte i sinqert në besimin e tij. Pas gjithë këtyre peripecive, u detyrua që të shpërngulet në Abisini së bashku me shumë musliman të tjerë, vetëm e vetëm që ta ruaj fenë dhe fjalën e Allahut xheleshanuhu. E pasi të dërguarit alayhis salam ju lejua hijretin në Medinë, ishte në grupin e muhaxhirëve të parë që u shpërngulën atje. Kur pejgamberi alayhis salam filloi të vëllazëroi muhaxhirët, Mekasit edhe Ensarët, Medinasit, atë e vëllazëroi me Sad ibn Ebi Rebian radiallahu anhu. Pas disa kohe, Sadi i tha Abdurrahman ibn Aufit: "O vllai im, unë jam ndër më të pasurit e Medinës, i kam 2 bache, urdhroje shiko se cila po të pëlqen edhe merre." Abdurrahmani i tha vëllait të vet: "Allahu të dhënë bereqetet, begatoft në pasurinë tënde, por të lutem, ma trego tregun më të afërt." Ai filloi të tregtoi, të shes, të blej, të fitoi dhe ta shtoi pasurinë. Pas një kohe të shkurtër, e përgatiti meherin, dhuratën e nusërisë. U martua dhe i kënaqur e i disponuar shkoi tek pejgamberi alayhis salam. "Ç'kemi të re?" e pyeti pejgamberi alayhis salam. "U martova", tha Abdurrahmani. "E çfarë i dhurove bashkëshortes si mehr?" e pyeti prapë Resulullah. "I dhurova peshën e 5 dirhemve të arit", ja ktheu ai. Atëherë pejgamberi alayhis salam u lut për të duke thënë: "Allahu të begatoft në pasurinë tënde." Prej atij momenti, thot Abdurrahman ibn Aufi, mu hapën dyert e të mirave të kësaj bote, saqë më merrte mendja se në çdo gur, po televizja nga vendi i vet, do të gjeja ar ose argjend. Në luftën e Bedrit, Abdurrahman ibn Aufi luftoi me një heroizëm të rrallë e trimëri të pashoqe, duke mbytur njërin prej armiqve më të mëdhenj të Islamit, Umer ibn Uthman ibn Kab et-Taymi. E në luftën e Uhudit, qëndroi i paepur edhe i paluatshëm në çastet më të vështira. Atëherë kur filloi të dridhet trualli nën këmbë muslimanëve, dhe as nuk u tund, e as nuk u friksua, kur disa filluan të ikin. Nga beteja doli me 20 ca plag, disa prej të cilave ishin aq të thella, saqë dora e njeriut mund të hynte në to. Mirë po prap se prap, gjihadi i tij luftarak ishte i vogël, në krahasim me gjihadin e tij në pasuri. Një ditë prej ditësh, pejgamberi alayhis salam dëshironte të përgatiste një ekspedit luftarake dhe ju drejtua sahabëve me fjalët: "Urdhroni, jepni diçka nga pasuria, sepse duam të dërgojmë një ekspedit kundër armiqve." Atëherë, Abdurrahman ibn Aufi nxitoi me të shpejt në shtëpinë e tij dhe kur u kthye, tha: "O i dërguar i Zotit, kam me vete 4.000 dirhem, 2.000 po i jap në rrugën e Allahut e 2.000 po u alë fëmijëve të mi, familjes sime. Allahu të bekoft e të begatoft në atë që solle, dhe Allahu të bekoft e të begatoft në atë çka ndale për familjen tënde." Ja ktheu pejgamberi alayhis salam. Gjatë luftës së Tebukut, e cila ishte lufta e fundit në të cilën luftoi dhe mori pjesë Muhamedi alayhis salam, ndihej nevojë e madhe për njerëz dhe për pasuri në përgatitjen e ushtrisë muslimane.
Në anën tjetër, ushtria romake ishte numerikisht shumë më e madhe dhe më e përgatitur në armatim në krahasim me ushtrinë muslimane. Atë vit në Medinë mbretëronte thatësi e madhe, e rruga deri në Tebuk ishte shumë e gjatë. Rezervat e ushqimit ishin të pakta, e ndihej mungesë e madhe edhe në kafshët mbartëse. Një grup besimtarësh, të cilëve u digjeje përvolohej zemra nga dëshpërimi për shkak të pamundësisë së shkuarjes në luftë, sepse nuk kishte devet mjaftueshme për t'i çuar të gjithë deri në Tebuk, shkuan tek pejgamberi alayhis salam duke e lutur me lot në sy, që t'u gjejë edhe atyre ndonjë vend. Mirpo i dërguari i Allahut, me keqardhjen më të madhe, u detyrua t'i refuzojë. Ata të dëshpëruar e me sytë përlotur, filluan të kthehen duke qarë denesur me ngashërim, saqë i quajtën të përloturit, kurse ushtrinë e thirrën ushtria e vështirësisë. Kur e pak të skenë të prekshme, Muhamedi alayhis salam i urdhroi shokët e vet që ta hapin zemrën dhe të japin në rrugën e Allahut atë çka kanë mundësi. Muslimanët me nxitim ju përgjigjen thirrjes së Resulullahut, e ndër të parët si zakonisht Abdurrahman ibn Aufi, i cili ndihmoi ushtrinë muslimane me 200 ok ari, saqë Omeri radiallahu anhu i tha pejgamberit alayhis salam: "Më duket se Abdurrahmani ka bërë mëkat në këtë rast, sepse familjes së tij nuk i ka lënë asgjë." Atëherë pejgamberi alayhis salam ju drejtua Abdurrahman ibn Aufit duke i thënë: "A le diçka për familjen tënde o Abdurrahman?" "Po," ja ktheu ai, "u lash më shumë se sa kishin." "Sa dhe çka?" e pyeti i dërguari alayhis salam. "Atë që u ka premtuar Allahu xhaleshanuhu dhe i dërguari i tij nga furnizimi, të mirat edhe shpërblimet," tha Abdurrahman ibn Aufi. Ushtria vazhdoi rrugën për në Tebuk dhe këtu Allahu xhaleshanuhu e nderoi dhe e fisnikëroi Abdullah ibn Aufin me një nder, me të cilin nuk u nderua e as nuk u fisnikërua askush prej muslimanëve. Kishte hyrë koha e namazit edhe i dërguari alayhis salam nuk ishte aty pari në ato çaste. Atëherë Abdurrahmani doli imami muslimanëve në namaz. Pak para se të përfundojë rekati i parë, arriti i dërguari alayhis salam edhe u lidh në namaz pas tij. A thua, a mund të ketë nder edhe vlerë më të madhe se sa dikush të bëhet imam i krijesës më të vlefshme, imamit të gjithë pejgamberëve, imam i Muhamedit alayhis salam. Pasi kaloi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam në ajret pranë mëshirës së lartë hyjnore të Allahut xhaleshanuhu, Abdurrahman ibn Aufi u vu në shërbime dhe për kujdesje të nënave të besimtarve. Cilësitë e larta morale dhe veprat e tij fisnike bën që nënat e besimtarve të kenë besim tek ai. Prej mirësive të tij ndaj muslimanëve e në veçanti ndaj nënave të besimtarve, përmendet se kishte shitur një pjesë të tokës për 40.000 dinar dhe tërë këtë pasuri u andau fisit Benu Zehre, fisit të Emines, nënës së pejgamberit alayhis salam, të varfërve, muhaxhirëve dhe grave të pejgamberit alayhis salam. Kur i dërgoi pjesën që i kishte takuar Aishës radiallahu anha, ajo pyeti: "Kush i dërgoi tërë këto të holla?" "Abdurrahman ibn Aufi," i than. Atëherë ajo tha: "Ka thënë pejgamberi alayhis salam, pas meje askush nuk do të bëj mirësi ndaj jush përveç durimtarve." Duaja e pejgamberit alayhis salam për Abdurrahman ibn Aufin, që Allahu t'ia begatoi pasurinë e tij, e përcolli gjatë tërë jetës, derisa u bë më i pasuri ndër sahabët. Tregtia e tij sa vinte e shtohej. Karvanet e tij shkonin e vinin pa ndërprerë duke transportuar grur, miell, vaj, enë, rroba, erëra, parfume dhe çkado që ndiej nevoja për të, ndër banorët e Medinës. Një ditë arriti në Medinë karvani Abdurrahman ibn Aufit me 700 deve. Po, 700 deve me ushqim, veshmbathje dhe sende të ndryshme. Me të hyrë në Medinë nga zhurmat e gëzimit, dukej se edhe toka po dridhej. "Ç'është kjo zhurmë?" pyeti Aisha radiallahu anha. "Është karvani Abdurrahman ibn Aufit me 700 e ca deve me ushqim," i than. "Zoti e begatoft në atë që i ka dhënë prej të mirave të kësaj bote," tha Aisha radiallahu anha. "Por të mirat e tij në ajret janë edhe më të mëdha. E kam dëgjuar të dërguarin alayhis salam duke thënë: Abdurrahman ibn Aufi do të hyjë në xhennet gjunjazi."
Ky lajm përgëzues nga nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, i arriti menjëherë në vesh Abdurrahmanit, madje edhe para se devet të ulen e të pushojnë. Shkoi me vrap tek ajo edhe i mallëngjyer nga ndjenjat e emocionet që i kishin përshkruar tër trupin, tha: "O nën, a vërtet e ke dëgjuar këtë nga i dërguari i Allahut?" "Po," ja ktheu ajo. Atëherë Abdurrahman ibn Aufi, nga gëzimi i papërshkrueshëm, tha: "Sikur të kisha mundësi të zgjidhja, do të hyja në xhennet në këmbë, por dëshmo, o nën, se ky karvan me tërë atë që kanë devet, ushqimi dhe veshmbathja prej këtij momenti janë dhurat për të varfrit, vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu." Prej asaj dite që mori lajmin përgëzues, Abdurrahmanit i ndriçoi fytyra me një nur hirësie. Filloi të shpërndajë edhe më shumë pasuri për të varfrit, me të djathën edhe me të majtën, fshehurazi e haptazi. Shpërndau në emër të sadakas 40.000 dirhem argjend e menjëherë pas tyre 40.000 dinar ar. Nuk vënoi shumë, e shpërndau edhe 200 ok ari. I ndihmoi luftëtarët në rrugën e Allahut, mujahidinët me 500 kuaj edhe 1500 deve. Para se t'i vi momenti i vdekjes, liroi shumë robër. La porosi që çdo luftëtari të betejës së Bedrit t'i jepen nga 400 dinar ari, e atë botë ishin ende gjallë 100 prej tyre. Pastaj la amanet që çdo nënë të besimtarve t'i ndahet nga një pjesë e konsiderueshme e pasurisë, saqë Aisha radhiyallahu anha lutej shpesh herë për të e thoshte: "Allahu ja shtoft etjen me ujët e krojeve të xhennetit selsebil." Përveç tërë kësaj, familjes së vet i la trashëgim pasuri që nuk mund as të numërohej. Prej tyre 100 deve, 100 kuaj dhe 3000 krerë dele. Trashëgimtarëve të tij u la are dhe argjend të shumë, saqë duart e atyre që ndanin filluan të lodhen. E tërë kjo ishte fryti i duas së pejgamberit alayhis salam, që Zoti t'ia shtoi dhe bekoi pasurinë e tij. Mirpo edhe përkundër tërë kësaj pasurie të madhe, kjo as pak nuk e luhati e as nuk e ndryshoi Abdurrahman ibn Aufin nga qëndrimet e tij, saqë njerëzit nuk mund ta dallonin atë në mesin e shërbëtorëve të vet. Një ditë, derisa agjeronte për iftar, i sollën ca ushqime. E shikoi atë me buzë në vaj dhe tha: "Kur u vra Musab ibn Umeiri, i cili ishte njeri më i mirë se unë, nuk mund të gjenim qefin të mjaftueshëm për ta mbuluar. Kur ja mbulonim kokën, i zbuloheshin këmbët, e kur ja mbulonim këmbët, i zbulohej koka. Neve Allahu na furnizoi me të mirat e tij në këtë dynja, prandaj po kam frikë se mos shpërblimi ynë është shpejtuar dhe nuk do të kemi asgjë për botën e ardhshme." Pas kësaj filloi të qaj e të dënesme nga shërim derisa ushqimi u tha. I lumi Abdurrahman ibn Aufi me 1000 lumturi. E përgëzoi me xhenet mbartësi i fundit i shpalljes hynore, Muhamedi alayhis salam. Në përcjelljen e fundit, xhenazën ja mbajti daja i pejgamberit alayhis salam, Sad ibn Ebi Uekasi. Namazin e xhenazës ja fali pronari i 2 dritarëve, Osmani radhiyallahu anhu, kurse prej tij i fundit u nda Aliu radhiyallahu anhu me fjalët: "Allahu të mëshiroft." E arritet lirësinë e kësaj feje para se të fillojnë përçarjet dhe ngatërresat.